Fjallën që ka vra mas shumë, që ka lëndu mas shumë të si sportist, si bokser. Fjalla ma e ranë u kanë, e kom pas një herë një aksident, edhe kur ka pasardh mjekit tonë, më ka thonë kështu që mundesh më një lumtur nëse mundesh me marrë pjesë apet jetë normale, po me sportin haraje. Ajo kam për mu se me më thonë ki me dekë sot. Atje s'ka pas sen mo që unë ka knaq ma. Me kere kom pas një aksident rrugës për trening, edhe u ka një aksident i ranë, kom menu hajde pse është një aksident normal, jam i ri, shkan shpejt anë, po një vjet jam kanë shumë i keq edhe fjala e parë i mjekit u kanë, ke pështu, mirë është, ta në një ditë më vonë e kom pas apet një termin, sa tjetë në një vjetë çdo ditë, unë veke me shku. Terminin e dytë thoshe, hajde për e marrë babën ta me vete, pse me babë jam shumë tepër. Edhe babën e kam bashkë se shok. Me ata moj me folë për gjithë shka. Edhe e kom marrë babën me vete, edhe kur ka pas thonë para babës që nashta asë një jetë normale së në marrë ma pjesë, edhe moj më një lumëtër nëse funksionon një plan që me procenta është shumë i oltë. Kur e kom pa latë të babës tem, u kam për mu vdekje. Edhe kur ma ka thonë këtë fjallë, u kam për mu, s'kom pas ma tokë. Kështu që dhe i sot ajo u kam fjalla me ranë që e kom një. Si arriti me marrë vetën pas ty një fjallëve, pas ty rasti? Me thonë drejt, si pas mjekëve, dhe i sot s'kisha mujtë me boksu. Po, shtëri kom lutë Zotit, një herë kom marrë ta në dorë vetë, kom thonë, kështu, son bëhet ma keq sa që është, son hupi ma shumë sa që kom hup, po rizikaj. Ta në mja njësa apet me spartë, mas 6 mujve, 7 mujve. Ja kom njësa apet me spartë. Kur kom shku të mjeki, kam thonë, hej, analizat janë ba shumë më të mirë, qa ke ba? Kom thonë, kom ba spartë, kam thonë, qysh ke ba spartë, s'ke gudzu me ba spartë, edhe në që u kanë ti për një dalu me ba spartë, kom thonë, pse, qa kam me hup ma? Kejtë senet me keni marë, s'kam shka hupe. Kështu që edhe ndodh shka ndodh, me nejt në kolicë, së të manima. Ta ne kom pas një mjek, u kanë te për i fort, edhe ka pas shumë besim të unë, hala kontakt sot kam me këta, e më ka thonë, hej, ka ardhë në pshef të unë, pëse ka guzu me thonë, qështo, po ka ardhë pshef të unë, ka folë, pa kësë më ka thonë, vazhdo me spartë. Kom vazhdu apet 1 muj, 2 muj, kur kom shku apet në analiza, kanë thonë, hej, qatë të kom ndodhë këtë, thasha pse, menova që u bau që ta shtej për e keqa të shka. Kështu e nisha vetën mirë. Tha, që ta që kena menu kur s'ka me ndodhë, të pas ka ndodhë, pa të fatë, po më isha apet mja një sportit. Kër ma ka thonë këtë fjallë më mja njës apet sportit, u kanë se me lindë për zdët. Jo më mja një sportit, po më ka thonë më mja njës më reja apet. Masi që ma ka shlu qëtë fjallë, po ndo këtë veç këm dalë për spitalit, e këm thirë trenerin tem, i këm thonë me që i parë që na vjen, direkt me akceptu. Me që i parë u kanë 3 javë më vonë. Tana 3 javë më vonë jam re, e këm fitu këtë meq, po ndo këtë rundën e dytë e këm qu këndështarën KO. Edhe pjesa i ditë tana ka vazhdu rrugtimi janë. E kështu që thamë, shumë sene mujnë me ndodhë një jetë, se të këshia, se të mirat, këshiat mirë se vinë për Zotit, ama besimin vete, kur s'ko zonë me hup njëre, pëse këto na që jena në këtë një, s'den as njënë që ndodhë. E kena qkru me pja i naltë, kështu që i kisha ngu mjekt, as isha ba kampion potnor, po as kisha mujtë me ba sport ma, edhe kisha hup vetën. Po e kum pas besimin të Zotit, e kum pas besimin të vetvetja, edhe kum vazhdu, edhe më dollë fundit mas mire. Sot mas 2 vite thamë, seni maj mirë që më ka ndodhë në jetë, u kanë që kjo aksident. Pse mi ka qelë sytë edhe ma ka dhonë një vullnet edhe një forcë
që kur se kom një më herët. Karriera jam u konë 100 herë më mirë mas aksidentit sa para aksidentit. E ka bërë që me besu ma shumë edhe në vetën po edhe në Zotin? 100%. E kjo ka qenë një lëqim për mjekve që kanë bo, pa vedije, apo pse të kanë thonë atë fjallë? Po s'kam pa naj rukëtim qysh me më sharu ma shpejt, qysh me më sharu për asaj aksidentit. Kena shku, pse që ta edhe shoki ma i mirë atë më hunç këto, ai më ka qu atëherë kasmos, se cilë mjek që u kanë i specializum për këtë sen, më kanë thonë që këtë në aksident që ke pas, po tutmi me të prek. Pse je djalë i ri edhe me hi në operacion, janë kanë shancat 90%, 10%, 90% që të lënë sakat, 10% që nashta qaran, e kështu që thëshim po tutmi, special, po folmi për këta që janë kanë specialet më të maj në Zvicër. Po, kanë thonë po tutmi me të prek, pse je alo i ri. Kështu që s'kom pas rrugdalje heqma, pse kom shku të si cili mjek, të specialistat më të mirë, asë njani s'ka mujtë me një mu. Veç besimit e Zotit, edhe ai naltë më ka një mu. Kështu që, po thamë edhe që thash më herët, qa ndodhë me 26-ën ashtu e shkrume, qa vjen mirë së më vjen. A ke e keq, a ke e mirë. Nëse hupi qatë ditë, që inshallah s'hupi, tana Zoti ka pas arsye pse. E nëse fitoj, Zoti ka pas arsye pse. Si që ka pas arsye pse me pas qëtë aksident. Se kisha pas qëtë aksident, kur s'kisha kanë sot ku jam. Që kjo aksident, tash njën me familje ma ka forcu 100 herë ma shumë, besimin vetë, besimit e Zotit, me sport, gjithë tyrt mi ka qelë, që i kom pas më pshelta para aksidentit. Qatë moment që i kom pas aksidentin, kom thonë pse më ndodhi mu. Që ta është thamë, faleminderit që më ka ndodhë mu. Ama unë e di që Zotit i sprovon këta njerë që i danë.